Presidenti Amerikan Donald Trump vendosi tarif universale prej 10% për të gjitha importet që hynë në Shtetet e Bashkuara, teksa shpalli tarifa edhe më të larta ndaj vendeve të caktuara. Tarifat e reja, sipas udhëheqësit amerikan, kanë për qëllim të reduktojnë deficitin tregtar të SBA-s dhe të inkurajojnë prodhimin vendas. Krahas shumë shteteve të botës, nga tarifat e reja amerikane preken edhe Kosova dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Çka nuk kupton vendimi dhe çka janë këto tarifa? Tarifat janë taksa që u ngarkohen mallrave të importuara nga vende të tjera. Ato shihen si mjet për mbrojtjen e industrisë vendase nga konkurenca e huaj. Kjo ngritje e çmimit të mallrave të importuara synon të inkurajojë konsumatorët amerikanë që të blejnë produkte më të lira vendase dhe në këtë mënyrë të ndihmojnë në rritjen e ekonomisë së tyre. Çka shet Kosova në SBA dhe sa ndikohet nga këto tarifa? Gjatë vitit 2024, Kosova eksportoi në SBA mallra me vlerë prej më shumë se 39 milion euro, kurse importoi mbi 2 fishin më shumë, apo 106 milion euro. Në SBA, Kosova më së shumti eksporton fustane për gra dhe vajza, njësi modulare ndërtimi nga gjiliku, si dhe orendi nga druri. Në muajt e parë të vitit të kaluar, Kosova në SBA eksportoi më së shumti dyshek. Ndërkaq, në 3 muajt e parë të 2025-s, Kosova eksportoi në Shtetet e Bashkuara mallra me vlerë prej 5,6 milion eurosh, 3,2 milion euro ishin veshmbathje. Ekonomistët në Kosovë sugjerojnë që të lobohet në SBA për pezullimin e tarifës. Shoh se produkti jonë del më shtrejt në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se që ka qenë, që padyshim ka me dalë më shtrejt për shkak që të paguën ekstra këtë tatim doganor për 10%, atëherë bie kërkesa për produktin e Kosovës, kur bie kërkesa për produktin e Kosovës, këtu të kurrët edhe prodhimi, derisa biznesit tenton me gjetë një treg të ri. Rafuna ngre edhe një shqetësim tjetër. Ai parasheh efekt negativ indirekt në ekonominë e Kosovës edhe nga tarifa prej 20% që SBA-ja ja ka vendosur Bashkimit Evropian. Në rast se kompanitë evropiane importojnë lanë të parë ose gjithë produkt prej Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe pagujnë një tarifë doganore ekstra, atëherë në momentin që kompanitë tona e blejnë atë mall prej kompanive evropiane, se ne tregun primare kemi tregun evropian, atëherë do ta blejnë atë lanë të parë më shtrejt dhe produkti që do të prodhohet në Kosovë do të jetë më i shtrejt. Në anën tjetër, edhe Kosova e zbaton një taks prej 10% për mallrat e SBA-s. Shfuqizimi i saj mund të jetë në interesin e Kosovës, thonë në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës. Sugjerimi jonë prandaj është që lyt një anshme, pa u nënshkruar, pa u arritur një marrëveshje për tregti të lirë, Kosova të ecë përpara duke e shfuqizuar tarifën doganore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Argumentet mund të janë të shumta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rol krucial për të luajtur në aspektin e sigurisë kombëtare të Kosovës. Tarifat amerikane kanë prekur edhe shtetet të tjera të Ballkanit Perëndimor. Tarifa e vënd ndaj Shqipërisë është 10%, ndaj Serbisë 37%, ndaj Bosnjë e Hercegovinës 35% dhe ndaj Maqedonisë së Veriut 33%. Kush preket më së shumti nga tarifat? Shtetet si Siria, Liechtensteini, Iraku dhe disa shtete të Afrikës përballen me tarifë prej më shumë se 30%. Ndërkaq ndaj importeve nga Kina, SBA-ja vendosi tarifë prej 34%, kurse ndaj atyre nga Bashkimi Evropian 20%. Tarifa e vënd ndaj Koresë së Jugut është 25%, ndërsa ndaj Japonisë 24%. Presidenti Trump shpalli emergjencë ekonomike kombëtare për t'i zbatuar tarifat, të cilat pritet të prodhojnë qindra miliarda dollar të ardhura vjetore. Disa nga ekonomitë më të mëdha të botës, përfshirë Evropën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Kinën, thanë se po përgatisin kundër masa. Për dallim prej Kinës, BE-ja dhe Mbretëria e Bashkuar njoftuan se veprimet do të jenë të kujdesshme.